Bordi i Transparencës ka ulur sot çmimin e karburanteve në Shqipëri krahasuar me një ditë më parë, kur i njëjti bord caktoi shifrat që u konsideruan si abuzive, krahasuar me luhatjet e tregut ndërkombëtar të karburanteve. Në vendimin e sotëm bordi bëri të ditur se nafta me pakicë, pra në pikat e karburantit, nuk do të tregtohet më shumë se 209 lek për litër, nga 217 lek që ishte caktuar një ditë më parë. Ndërkohë për benzinën, çmimi me pakicë do të jetë 175 lek për litër, nga 176 që ishte një ditë më parë. Çmimet e reja hynë në fuqi nga ora 16:00 e ditës së sotme, 11 prill, ndërsa nuk dihet nëse do të ketë ose jo një mbledhje tjetër të bordit për të lëvizur sërish çmimet. Ajo që dihet deri më tani është që në Shqipëri çmimi i karburanteve është më i lartë jo vetëm në rajon, por edhe në disa prej vendeve të BE-s. Kjo për faktin se ka nivele të larta taksash që çdo përdorëes mjeti është i detyruar të paguajë për çdo litër karburant që blen. Qeveria nuk ka planuar të ndjek politikat që shumë nga vendet e rajonit apo më gjerë kanë aplikuar në këtë kohë krize për karburantet, e cila nuk dihet se sa do të zgjasë për shkak të konfliktit të hapur në lindjen e mesme.